Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, shumica muslimanëve, sidomos pra në 10 ditën e fundit të Ramazanit, mblidhen për të falur namazin e natës. Bëhet fjalë në gjysmën e natës e mandej, duke shpresuar shpërblimet të Allahu i Madhërisëm. Pra namaz natë me xhamat në xhami. Ka disa prej muslimanëve të cilët mendojnë se ky namaz nuk është i rrezikshëm. Ky namaz është diçka e sajuar apo është diçka e re në brezat e mëvonshëm të muslimanëve. Por si qëndron çështja? Faktikisht, shumë prej muslimanëve shpesh herë kur flasin me ignorancë, sepse po t'i kthehemi argumenteve, po t'i kthehemi transmetimeve të cilat na janë përcjellur brez pas brezi deri në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për shembull, Imam Ebu Davudi transmeton në Sunenin e tij, ashtu dhe Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, ku përcjellet se pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe pse është falur shumë pak dik do më thënë, me sahabët e tij, namaz të përbashkët, namaz vullnetar, namaz nate me xhamat, janë falur pikërisht pas gjysmës së natës e deri në agim. Madje transmetimi thot qama bina hatta khashina an yafutana al-falah. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na e fali namazin si imam, pra ne ishim xhamat me të, gjatë gjysmës së natës e derisa menduam se po kalonte koha e syfyrit. Hadith është i saktë, hadith është i qartë, ku flet në formën shumë të kthjellët, shumë të qartë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me sahabët e tij janë falur në fundin e kohës derisa kishin frikë se ndoshta po i kalon koha e syfyrit. Në të njëjtën kohë dhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, Imam Malik në El Muwatta, ashtu edhe Imam Bejheqiu dhe të tjerë transmetojnë dhe përcjellin se Omeri radiallahu anhu, kur i ka bashkuar muslimanët të falen nën imamllëkun, nën prirjen e Ubej ibn Ka'bit, edhe kjo ka qenë pikërisht mas gjysmës së natës e deri afër agimit. Këto janë transmetime të sakta të cilët na përcjellen ne mënyrën se si ata e falshin namazin, andaj nuk ka vend për disa njerëz të cilët mendojnë se namazi i natës me xhamat pikërisht në fundin e Ramazanit na qenë ka diçka e sajuar, na qenë ka bidat, na qenë ka risi. Ktheuni transmetimeve, ktheuni historisë islame në brezat e parë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam e deri tek Omeri radiallahu anhu dhe më pas, dhe do të shikoni se vërtet është frytzuar fundi i natës e deri në agim por të falur bashkarisht me xhamat. Allahu na pranoft lutjet neve, ju pranoft lutjet juve, na pranoft adhurimet të gjithëve neve bashk, po mos u përçani, bashkoni në transmetimet që janë përcjellur nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam.